Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa salama taslimen kathira. Atëherë me emrin Allahut fillojmë, paqja e përshëndetje çojmë profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi këtë që ndjek rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, duke qenë se jemi në prag të Ramazanit dhe nuk na ndajnë veç se pak ditë të flasësh për këtë adhurim që ne po presim, për rëndësinë e tij, për vlerat e tij, për çfarë synon Allahu madhëruar të arrijnë besimtarin nëpërmjet tij, është gjë shumë e mirë, sepse kjo do e bëj pastaj besimtarin të kushtojë atij rëndësi, të përfshihet në mirësitë e tij dhe të arrijë me dashur Allahu madhëruar shpërblimin. Dhe lutem Allahun madhëruar të na mundsoj arritjen e këtij muaji dhe të na mundsoj gjithashtu agjërimin e tij. Atëherë Allahu madhëruar kur deshi t'ju a bëj detyrë besimtarve këtë lloj adhurimi që ne po presim, i thirrri ata në disa ajete në surën El-Bekara, ku e para prej tyre dhe që e lexuam në namaz është ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, kutiba alaykumus siyam, u shkruar ju detyra e agjërimit, kema kutiba alal ladhina min qablikum, siç u ishte shkruar atyre që ishin para jush, la'allakum tattaqun, me qëllim që ju të arrini devotshmërinë. Vjet mbaj mend se kemi folur për pjesën e parë të ajeti dhe që është ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar. Dhe thamë se është thirrje për besimtarët në emrin e besimit dhe që u kujton fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ajo fjalë me të cilën ata kanë hyrë në besim dhe i thret në emër të kësaj fjale dhe u thot, o ti që ke besuar këtë fjalë, Allahu, Zoti i saj po thret. Po thret një gjë që është degë e kësaj fjale. Dhe sot ndoshta Allahu madhëruar do flasim për pjesën tjetër, kutiba alaykumus siyam. Pas thirrjes Allahu madhëruar u thot besimtarve, u është shkruar ju detyra e agjërimit. Ky ajet i ka zbritur profetit sallallahu alaihi wasallam në vitin e 2 të hijretit, që do të thot se kishin kaluar nga profecia e tij 13 vitet e Medinës dhe 2 vite pas saj, sepse hijreti është pas periudhës së Medinës. Çfarë do të thot? Që kishin kaluar nga Islami 15 vite. Dhe kush e dëgjon të urdhër dhe kohën kur ka zbritur, me herë do pyes, sepse u vonua nga ditja e parë e shpalljes. Dhe përgjigjja është, siç thonë dietarët e Islamit, se Allahu madhëruar ka një kusht për pranimin e punëve. Dhe ky është adhurim. Dhe kushti i pranimit të punëve është fjala la ilaha illallah. Dhe sahabët që sapo kishin dalë nga idhujtaria, deshi Allahu madhëruar t'ja forcoj zemrën në këtë fjalë, që pastaj dhe punët tyre të jenë për hir të Allahut dhe të pranohen prej tij. Dhe këtu ka dhe i qëllim tjetër, siç thonë dietarët, sepse detyrat kanë edhe të vështirësinë e tyre. Dhe deshi Allahu madhëruar që të mësohen gradualisht me adhurime, që kur të vinë ato detyra pastaj të zbatohen nga besimtarët. Duke pas parasysh se ata ishin edhe të luftuar në fe. Jo vetëm që nuk ishin mësuar me detyra, por ishin edhe të luftuar në fe dhe Allahu madhëruar u bëri atyre të zbresin këto detyra në mënyrë graduale. E para gjë që bie në sy këtë pjesë ajeti o vëllezër, është fjala u është shkruar ju detyra e agjërimit. Fjala agjërim detyrimisht si për ata dhe për ne të ngacmon pak. Çdo të thotë kjo fjalë.
Dhe kjo fjalë neve nuk e ditë se nga ka ardhur fjala agjërim, mbas është nga turqishtja ose më herët, sepse kontaktet e njerëzve me fenë e profetëve dhe me adetet e tyre në dy mënyra kanë ardhur. Ose nëpërmjet ndjekësve të Isës alayhis salam, ose nëpërmjet në kohën e Turqisë dhe që janë ndjekësit e profetit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tani është fjalë pak më e hershme ja kohës Turqisë, Allahu di më së miri, ndërsa në gjuhën arabe kjo ka kuptim, sepse arabët janë trashëgimtarët e Ibrahimit alayhis salam dhe profetëve që kanë ardhur pas tij, dhe fjala siyam që përmend Allahu madhruar do të thotë ndalim. Do të thotë ndalim. Arabët thonë kafsha kur është duke ecur dhe ndalon, thotë samati dab. Ndaloj kafsha. Kur është era duke fryrë dhe ndalon, samati rrih. Thotë ndaloj era. Dhe përdorin fjalen që me të do emërtohet pastaj agjërimi. Dhe thonë gjithashtu samen nahar. Kur e thonë për ditën, kur ngrihet temperatura dhe shkon deri në mes e ditës, pastaj qëndron dhe fillon ulja. Thot tani kur arrin mes i ditës, thot samen nahar. Ndaloj tani rritja e temperaturës dhe erdhi koha për të zbutur. Pra, do thot ndalim. Dhe ai që bie në sy se në këtë ajet nuk tregohet se çfarë ndalimi. A thu duhet ta kenë kuptuar sahabët këtë fjalë? Përgjigjja është se po. Sepse në Arabi, aty ku ka jetuar profeti sallallahu alaihi wasallam, ka kaluar Ibrahimi alayhis salam. Dhe arabët janë trashëgimtarë të Ibrahimit, siç e thashë pak më parë. Dhe këta adhurime për ta ishin të njohura. Këta adhurime për ta ishin të njohura. Dhe ne sot e kësaj dite përfitojmë prej trashëgimisë së familjes së Ibrahimit, sepse aty vendosi Allahu madhëruar profecinë. Dhe kjo është, prandaj ne i duam ata njerëz për të cilëve na ka ardhur feja jonë. Dhe është lidhur ngushtë feja me Ibrahimin alayhis salam dhe gjuhën e tij dhe gjuhën e profetit tonë sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu kjo fjalë pra tham është ndalim. Dhe ndalim nga çfarë? Nga ngrënit, nga tpirit dhe nga intimiteti. Kështu e kanë pas profetet përpara dhe kështu ka ardhur edhe në Islam. Dhe kështu ka ardhur edhe në Islam. E dyta, ajo që bie në sy në këtë ajet është se Allahu madhëruar thot u është shkruar. Fjalë për fjalë u është shkruar ju agjërimi. Pavarësisht pa çka se ne shpesh herë përkthejmë u është bërë detyrë agjërimi. Ama fjalë për fjalë u është shkruar ju agjërimi. Po pse Allahu madhëruar përmend u është shkruar? A dini sepse? Sepse një gjë që shkruhet nuk harrohet. Dhe e dyta vazhdon përgjegjësia jote lidhje me të derisa ta kryesh. A keni dëgjuar Allahun e madhëruar kur thot në ajetin e borxheve: Ja ejuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubu. O ju që keni besuar, kur të merrni një borxh për një afat caktuar, shkruajeni. Pse? Që të mos harrohet, dhe e dyta, sa herë ta shohësh atë fletë, kujtohet përgjegjësia jote ndaj saj. Dhe kjo është domethënia e ajetit kur thot Allahu madhëruar u është shkruar. Thonë dietarët me kutibe jadirun bi thubutihi wa baqa'i. Ajo që shkruhet asnjë vazhdon përgjegjësia jote dhe fiksohet
dhe qëndron derisa ta kryesh atë. Kjo është e dyta. E treta, sot Allahu madhëruar, kutiba alejkumus siyam. U është shkruar ju agjerimi. Po kush e ka shkruar atë? S'ka dyshim, Allahu i madhëruar. Mirë, po pse nuk e përmend veten e tij? Pse nuk thot, ua kam shkruar unë agjerimin? Edhe këtu ka një domethënie. Allahu madhëruar, kur detyrat janë, kur ajo që është shkruar është diçka që e lehtë për besimtarin dhe e dashur për të, e përmend veten e tij. Thot Allahu madhëruar, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Allahu ja ka shkruar vetes ti detyrën e rahmetit. Rahmeti çfarë është gjë? E dashur dhe e përmend. Që të përmendet emri i Allahut me gjëra të dashura. Kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli. Ka shkruar Allahu madhëruar se do të triumfojmë, do të dalë fitimtar unë dhe profetët e mi. Dhe triumfi është diçka që e duan njerëzit. Dhe përmend Allahu vetë ti. Ndërsa kur vjen diçka, një detyrë që ka vështirësi, që të mos përmendet emri i Allahut me gjëra të vështira, atëherë Allahu madhëruar se përmend veten e tij. Edhe pse dihet se ai është i ka shkruar. Dhe këtë ka përdorur ku në një ajet ku thot Allahu madhëruar për detyrën e dënimit me vdekje për atë që vret. Thot Allahu madhëruar, ja ejuhalladhina amanu kutiba alejkumul qisasu fil qatla. O ju që keni besuar, u është shkruar ju detyra e dënimit me vdekje për atë që vret. Dënimi me vdekje gjë e vështirë. Që të mos përmendet Allahu madhëruar me gjëra të vështira, nuk ka përmend veten e tij. Dhe e njëjta gjë është edhe te agjerimi. Agjerimi ka vështirësinë e tij dhe prandaj Allahu madhëruar nuk e përmend veten e tij këtu. Që të mos përmendet emri i Allahut me gjëra të vështira. Edhe pse dihet shumë mirë që ai që e ka shkruar është Allahu, Zoti i botëve. Atëherë, nga përmendja e kësaj pjese ka disa dobi për të përfituar. E para prej tyre, urdhri për agjerim periodik ka zbritur në vitin e 2 të hijretit dhe që nga ajo kohë është bërë detyrë agjerimi dhe është një prej 5 shtyllave të Islamit. Prandaj agjero siç ka agjeruar i pari i kësaj feje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, siç kanë agjeruar sahabët dhe siç ka agjeruar çdo besimtar në çdo kohë dhe në çdo vend deri në ditën e sotshme. E dyta, agjerimi është shkruar për këtë umet dhe është vendim i prerë, i qëndrueshëm, dhe prandaj Allahu madhëruar thot, ua kemi shkruar si detyrë, që të qëndroj me njerëzit deri në fundin e kohës. E treta, agjerimi është ndalim i përkohshëm nga veprimet caktuara, edhe pse nuk është përmendur në ajet, ajo dihet nga adetit e profetëve, ndalim nga ngrënia, pirja dhe intimiteti. Kështu e kanë përcjell gjatë gjithë kohës profet të Allahut dhe siç mendohet i pari që ka agjeruar Ramazanin është Ibrahimi alayhi salam. Dhe që nga ajo kohë ka vazhduar këtë detyrë deri dhe në kohët e sotshme. E katërta dhe e fundit për këtyre dobive është agjerimi duke qenë se përmban ndalim nga disa veprime të caktuara dhe që janë bazike për një jetën e njeriut, është pra
adhurim që ka vështirësinë e tij. Prandaj besimtari duhet përgatitet për të. Dhe këtë përfitojmë nga fakti se Allahu Madhëruar nuk e përmendi veten e tij në shkrimin e detyrës, edhe pse dihet që ai që e ka shkruar këtë detyrë për besimtarët. Kjo janë disa dobi të përfituara nga fjala e Allahut Madhëruar dhe që na nxisin për detyrën që na pret, dhe lutja Allahun Madhëruar na mundsoj ne agjërimin e muajit që po presim dhe të na bëj pjesë ne të mirësive të tij. Allahumma amin.